të besojnë, më bëj komplimentin më të madh që mund të marrë një njeri në një botë ku dashuria shpesh romantizohet, ku fjalët të dua thuhen me lehtësi e ndonjëherë edhe me shkujdesje, ka diçka tjetër, më të thellë, më të rrallë dhe më të rëndësishme, besimi. Dashuria pa besim është një ngrohtësi e përkohshme. Por besimi pa dashuri mund të jetë themeli i një jete të ndërtuar mbi siguri, respekt dhe ndershmëri. Shpreha të besojnë është një kompliment më i madh se të duan nuk është thjesht një thënie e bukur. Është një thirrje për të kuptuar një të vërtetë më të thellë për natyrën njerëzore dhe marrëdhëniet që krijojmë. Le ta shpalosim këtë ide në shtresa, me reflektim të ndershëm dhe me shembuj nga jeta e përditshme, historia dhe filozofia. Çfarë është dashuria dhe pse nuk mjafton? Dashuria mund të jetë ndjenjë. Mund të jetë pasion. Mund të jetë afeksion i fortë për dikë, për partnerin, familjen, miq. Por shpesh dashuria lind nga nevoja, nga mungesa, nga dëshira për të qenë i plotësuar. Mund të jetë e sinqertë, por edhe e paqëndrueshme. Mund të vijë me emocione të forta, por edhe me pasiguri. Dhe në këtë pasiguri lind pyetja, a më do sepse jam unë, apo sepse të plotësoj një boshllëk? Në këtë pikë futet besimi, ajo që dashurinë e kthen në një lidhje të qëndrueshme. Besimi si themeli i çdo marrëdhënieje, një marrëdhënie pa besim është si një shtëpi pa themele, mund të duket bukur në fillim, por do shembet me erën e parë. Besimi është ajo ndjesi e rrallë që dikush mund të mbështetet tek ti, që nuk do i tradhtosh, që do i ruash sekretet, që do jesh aty edhe kur nuk është e lehtë. Besimi është komunikimi pa fjalë. Është kur një mik të tregon frikën më të madhe dhe ti nuk e përdor kundër tij. Është kur një partner të lë çelësat e jetës së tij pa frikë. Është kur një fëmijë kthen kokën pas për të parë nëse po e ndjek dhe e di që je aty. Besimi është vërtetimi më i madh i karakterit të dikujt. Pse është besimi më i rrallë se dashuria? Shumë njerëz duan, por pak din të ndërtojnë dhe të ruajnë besimin. Sepse besimi kërkon më shumë se ndjenjë, kërkon vlerë, karakter, vazhdimsi, përgjegjësi. Dashuria mund të fillojë me një takim, por besimi lind nga prova. Nga sjelljet që përsëriten, nga mënyra si sillet dikush kur nuk po e sheh njeri, nga sinqeriteti edhe kur është e vështirë të thuash të vërtetën. Prandaj, kur dikush të thotë, të besoj, ka vendosur një pjesë të jetës së vet në duart e tua. Dhe kjo është shumë më e thellë se sa një të dua. Të jesh i dashurueshëm vs të jesh i besueshëm. Njerëzit që pëlqejnë zakonisht janë të sjellshëm, të bukur, të lehtë për t'u afruar. Por të pëlqesh është e ndryshme nga të jesh i besueshëm. Një njeri i dashurueshëm mund të bëjë të ndihesh mirë, por një njeri i besueshëm mund të mbështesë kur çdo gjë tjetër bie. Një i dashur mund të japë buzëqeshje. Një i besueshëm të jep siguri, mbrojtje dhe qetësi. Si ndërtohet besimi? Besimi nuk kërkohet. Ai fitohet. Ja disa mënyra se si ndërtohet: me sinqeritet, thuaj të vërtetën, edhe kur është e pakëndshme, me përputhje fjalësh e veprash. Mos premtosh nëse nuk e realizon dot. Me vazhdimsi, bëhu i njëjtë në kohë, që njerëzit të dinë çfarë të presin nga ti. Me mirëkuptim, kupto dobësitë e të tjerëve, pa i përdorur kundër tyre. Me sakrificë, tregohu i gatshëm të japësh diçka për të ruajtur një lidhje të ndershme. Kur të besojnë, ke gjithçka. Në një botë ku shumë të duan për interes, për pamje, për famë, të besojnë do të thotë se ke vlerë si njeri. Jo si imazh, jo si mjedh, por si qenie me integritet. Në biznes, partnerët i zgjedhin njerëzit që i besojnë. Në dashuri, lumturia vjen nga ndjenja se je në duar të sigurta. Në miqësi, qetësia vjen kur nuk të tremb gjykimi. Besimi nuk zhurmon si dashuria, por është zëri i heshtur i sigurisë. Të duam pa të besuar, dhimbje. Të besojnë pa të dashur, respekt. Shumë prej nesh kanë përjetuar dashuri që na ka lënduar. Sepse ishim të dashur, por nuk na besonin. Na kontrollonin. Na dyshonin. Na e mbanin frymën pezull. Ndërkohë, mund të kesh qenë në marrëdhënie ku nuk kishte zjarr dashurie, por kishte një respekt të rrallë. Dikush që të shite në sy dhe të besonte pa kushte. Besimi është formë më e lartë dashurie.
sepse lind nga vlera, jo nga emocioni. Kur besimi thyet, gjithçka thyet, një herë i humbur, besimi është shumë vështirë të rikthehet. Është si pasqyra e thyer, mund ta ngjitësh, por nuk është më e njëjta, prandaj jep gjithçka për ta mbrojtur. Mos e shit për një të mirë momentale. Një tradhti e vogël mund të fshijë një histori të madhe. Deri më i madh nuk është dashuria, por besimi. Kur dikush thotë të dua, mund të jetë e sinqert ose jo. Por kur dikush të shikon dhe thotë, unë të besoj, të ka dhënë një pjesë të shpirtit të vet, është komplimenti më i madh që mund të marrësh. Është mënyra si bota të thotë, ti je njeri që ja vlen. Ti je i fortë, i ndershëm dhe qëndron për atë që thua. Prandaj, mos e kërko domosdoshmërisht dashurinë, kërko të jesh i tillë që njerëzit ta ndjejnë veten të sigurt pranë teje, sepse kur të besojnë, të duan më thellë se ç'e thon fjalët. Dëshiron të ta zgjeroj këtë ese deri në 15.000 fjalë me më shumë histori personale, analiza psikologjike, shembuj historik dhe këshilla praktike, vetëm më thuaj, po, zgjeroje në 15.000 fjalë dhe do ta përgatis menjëherë të plot. Tër besojnë, më bëj komplimentin më të madh që mund të marrë një njeri, kuptimi i thellë i besimit në thelb. Besimi është një dorëzim. Një akt i guximshëm ku një individ vendos zemrën, mendjen, sekretet dhe ndjeshmërinë në duart e dikujt tjetër. Kur dikush të beson, nuk të sheh si perfekt, por të sheh si dikë që nuk do e lërë në balë. Si dikë që, pavarësisht rrethanave, do të zgjedhë ndershmërinë, kujdesin dhe drejtësinë mbi manipulimin, mashtrimin dhe tradhtinë. Ky akt i pastër është shpreha më e lartë e nderit në njerëzimin ton. Pjesa 2. Historia e besimit në marrëdhënie që nga koha e lashtë. Besimi ka qenë themel i bashkëjetesës së njeriu. Tribu primitive nuk mund të mbjetonin pa besuar tek udhëheqësit e tyre. Familjet nuk mund të rriteshin pa besim në prindër. Civilizimet nuk mund të funksiononin pa besim në ligj, drejtësi dhe autoritet, por më shumë se gjithçka, njeriu nuk mund të kishte paqe mendore pa pasur dikë tek i cili mund të mbështetej. Diferenca mes dashurisë dhe besimit. Dashuria shpesh lind nga ndjesitë. Besimi lind nga vlerat. Dashuria mund të vijë nga ndjenja e pasionit, nevojës apo lidhjes. Besimi lind nga përvoja, sinqeriteti dhe qëndrueshmëria. Dashuria mund të ndizet shpejt dhe të shuhet po aq shpejt. Besimi ka nevojë për kohë, por kur rritet, bëhet i palëkundur. Besimi në praktik. Besimi nuk është filozofi. Është praktik. Është të mbështetesh tek dikush në momente të vështira. Të jesh i sigurt që nuk do të tradhtohet. Që fjala jote çmohet. Që sekreti yt ruhet. Që ajo që i ke dhënë dikujt nuk do të kthehet në armë kundër teje. Në lidhjet romantike, besimi është oksigjeni. Në miqësi, është ura që mban gjithçka. Në punë, është pasuria më e madhe që dikush mund të ketë. Si ta ndërtosh dhe ruash besimin, thuaj të vërtetën, edhe kur është e vështirë, mos premto. Nëse nuk mund të mbash fjalën, bëhu i pranueshëm ndaj gabimeve të tjerëve, qëndro i qëndrueshëm në veprime dhe vlera. Tregohu i kujdesshëm me informacionin që të është besuar. Shkatërimi i besimit dhe pasojat e tij. Kur besimi thyet, krijohet një boshllëk i thellë emocional. Njerëzit humbasin sigurinë, qetësinë dhe shpesh edhe vetvlerësimin. Pasojat nuk janë vetëm në raportin me personin që ka thyer besimin, por ndikojnë në raportin me të gjithë botën. Njerëzit bëhen cinik, mbyllen, dyshojnë në gjithçka dhe gjithkën. Ndaj, mos e shkel besimin e dikujt. Është një dhuratë e rrallë. Besimi si pasuri e brendshme. Të jesh njeri i besueshëm është një pasuri që nuk matet me para. Kur njerëzit vinë tek ti dhe të thonë, të besoj, ti je bërë streha e tyre. Je kthyer në dikë që jep siguri, jo vetëm fjalë. Ky status nuk fitohet me mashtrime. Fitohet me vepra, me prova, me ndershmëri. Pjesa 8. Besimi në vetvete. Besimi nuk është vetëm me të tjerët. Fillon nga vetja. A i beson vetes? A i qëndron fjalës sëndën? A e ndjen veten të fortë në vlera, apo ndryshon sipas rrethanave? Të ndërtosh besim tek vetja është hapi i parë për të qenë i besueshëm nga të tjerët.
Shembuj historik dhe bashkëkohor, Nelson Mandela u burgos 27 vjet, por populli I tij I besoi gjithmonë. Jo se I donte thjesht, por sepse besonin në drejtësinë dhe integritetin e tij, atë Teresa fitoi besimin e miliona njerëzve për shkak të thjeshtësisë dhe dashurisë së pakusht. Steve Jobs, ndonse shpesh kritik, ishte besuar sepse I qëndroi vizionit dhe përkushtimit. Konkluzion filozofik dhe emocional, në fund, dashuria pa besim është si një flak pa dru. Digjet, por shuhet shpejt. Besimi është një kompliment që nuk thuhet me fjalë, por ndjehet thellë. Prandaj, mos e harro kur dikush të thotë të besoj, të ka dhënë veten. Ky është nderi më I madh që mund të marrësh si qenie njerëzore.